lidhve me të vërtet, që ti duhet të bëhesh në tokë, edhe tu ish mirë, ne arritëm mjaft, arritëm që, si them, një hap për të hyrë në botënore. Po jo s'është pak për një shtet që dje është formuar, për shembull. Ati ke ata tje, Italia nuk shkon. Po mundet nga Bosnia-Hercegovina. Nuk shkon, e qarë. Mirë një shtypin, unë e kam përqenë shtypin italian, nuk e ke këtë muef, nuk e ke këtë... Italia është fituese e kampionatit të botës. Jo vetëm atë, po i mundi, nuk shkoj kuj një Bosnje, që nuk është shtet asaj që sa Kosova, të mirë me vështë. Se Bosnja është një shtet që një zot e din si funksionon, me 3 shtete mreta. Edhe një zot e din edhe si ata e themelojnë këtë kombëtaren e tyre. Në Kosovë bërë këj problem nuk ekziston. Mirë po, them, italianë nuk janë kaq të dëshpruar sa ne, që janë etrit e futbol. Ne kemi më shumë qepë, për shkak se s'kemi qenë asnjëherë. Sigurisht që po. Italianët kanë fituar për Sigurisht që po. Mirë po, këtë entuziazëm, që është shumë i lezetshëm, shumë i mirë, duhet ta kemi në çdo gjë, duhet ta kemi edhe në politikë, që ne të jemi të suksesshëm. Po sa që në këtë kohë, kur shini çfarë ndodh në botë, ne ndoshta jemi dëshmitar kur bien perandori, ndërtojnë perandori të reja, kur gjithë bota varet nga disponimi një njeriu, si çohet mëngjes edhe si. Lëvizjet janë tektonike. Edhe në këtë rrethana, ju këtë entuziazm nuk e keni në politikë, thonë që hajde ma shpejt institucionet ti konsolidojmë, se s'djet e nesërmja çfarë na sjell. Si ka mundësi që politika ndonjëherë nuk merr shembull nga sjelljet e të tjerëve në shoqëri, edhe sportistëve, edhe artistëve. Absolutisht po, duhet politika sikur të merr shembull prej kombëtares kosovare, apo edhe prej asaj në Shqipëri, do të ishte krejt ndryshe. Nëse ata do të kishin një ideal, që ne Kosovën të zamë, do e bëjmë si Zvicër. Nëse futbolistët tanë guxojnë, janë aq trima dhe guxojnë dhe besojnë se mund të shkojmë në botënore, pse politikanët tanë kur si ishin aq të guximshëm e thonë që ne do të bëjmë një Kosovë të fortë. Është një çështje kam përshtypjen, dashuria për vendin, futbollistët kanë. Ajo është, me të vërtetë ajo, që ata tri kanë, ato flijojnë për Kosovën, jo për vete, nëse e vëreni. Ata flijojnë për Kosovën, ajo është ajo zjarëmia që i qëmë përba. A këta nuk lëndë djekë se këto nuk e kanë Kosovën, këto e kanë partin Kultukun. Ata lëndë djekë se e kanë patriotizmin, Kosovën. Edhe këtu dallojnë, edhe ande ju i keni këta politikanët të pandjeshëm, ndaj asaj që bëjnë, edhe populli i ngratë tash një çfarë bën. Gjithë shpresat i ka te futbollistët, edhe dëshprimet, edhe dashurin, krejt aty e ka. Se politikanët i ka këto kafsh politike që Kultukun e kanë. Mirë që kemi si shoqëri oaza shpresë, qoftë tek artistët, qoftë tek sportistët. Kam përshtypjen që do të ishim të gëzuar të paktën të ishte Shqipëria, por megjithatë edhe ajo ju nda rrugan. E kur jemi në rrugën e gjysë, kur jemi tek Shqipëria, ka zhvillime interesante tek pushteti, kam fjalën. Se pushteti prodhon, nuk kam përshtypjen se opozita nuk është se po arrin të prodhoj shumë. Po shtohen pak nësit mrena subjektit më të madh në Shqipëri, Partisë Socialiste, do diskutojmë edhe